Shqipëri. Territori shqiptar për datën 15 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot me kthjellime dhe vranësira kalimtare më të dukshme në zonat lindore dhe verilindore. Në pjesën më të madhe të vendit do të mbizotërojë moti i qëndrueshëm dhe pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa në bregdet do të arrijë deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 tetor 2025 pritet të jetë mesatar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 15 tetor do të jetë në orën 06:45, ndërsa perëndimi në orën 18:08. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 22 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 21 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 12 deri në 19 gradë Celsius.